nga kjo sezon? Për mu, momenti ma i bukur, jo në konë minutat e fundit, do me thonë minuti i fundit i lojës të fundit, sepse me ju thonë drejtën, unë jam person që dyshush politikën nuk e du heq, e kom qenë në mes dy politikën. Unë isha bajagjin siklet gjatë tanë kosë, dhe dikur mos mujta më duru. Kërkush mi bo bashk, do me thonë... Po veç, që ajo foto, që ajo sken, është bo virale, hala po përfundu ndeshja, do thët të gjitha portalet, të gjitha mediat, kanë thonë që Vullnet Sefaj boni bashkë Albin Kurtin edhe Bedri Hamzit. Unë me thonë drejtën... Qka ki bo aty? Unë me thonë drejtën që po të kalzoj, me një moment caktum, u ktheva ka dytë edhe dhe thash nga mni atja u boj koalicionin o vëlla, e kryna këtë punë, nëse s'keni mundësi edhe ministrit pja undoj, unë e masi veç kom hinë nësë, le të kryet e të vazhdojmë tutje. Po, unë mendoj që e bukra e kësaj është që basketbolli, sporti në përgjithësi, po të na basketbolli po i mbush palestra. Do me thonë, unë kisha pas qef 30 sekonda medal jashtë aksojna, se cili njeri që ka shku në Prizren me e këshyrlojnë, edhe se cili njeri që ka shku në Mitrovic me e këshyrlojnë, për finale po flasë. E uroj prej loqkës zemrës edhe falenderoj prej loqkës zemrës e pa ata e keni pa lojën e parë që ka ndodhë. Do me thonë, përveç që klubi basketbolistik Trepqa, që shë tha Dardani, kanë qenë të pa motivum, njëjtë kanë qenë edhe lojtarët e bashkimit. Unë mendoj që ajo lojë ka qenë performanca ma e dopte të dy klubeve gjatë tanë kampionatit. Kjo është mendimi jemi. Edhe i falenderoj krejt ata që e kanë morë mundin me ardhën palestër edhe krejt. Dyqysh e ka një farë knacije kur është sala plët, unë kisha pas qef me qenë dy tifozerit, nuk të rej. Po e she që edhe ajo shkon përtej politikës, përtej politikave, pamvarsisht mos marrëveshjeve politika që mundët mi pas, aty kanë me ardhë, kanë me nejtë bashkë edhe kanë me kështullujën bashkë. Kjo që po e thu, qëndron, prej A deri në Zh. Mirë po, konkretisht, në këtë rast, në thonë, kemi të bojmë me një situatë ku sosionë të majtë, në majtë e 22 ose dhe, jo, nuk kanë mri me i bo bashk basketbolli, edhe kjo finale i ka bo bashk dy figurat të cilat kanë animozitet, duhet thonë të cilat nuk janë po. Edhe është pa një situatë e relaksume, e kjo me të vërtet është një plus i madhë për basketbollin, për ndë edhe po thëmë është sporti, jo vetëm ma i shikum, po në këtë rast u bo edhe ur lidhse, mes atyre të cilët nuk po gjenë gjutë për bashkë tashë një kohë. Unë po të regoj drejtën për shkak të krejt qësoj vonesës të cilën të e përmende me parlament, unë ju thash pa sherë. Po mi intereson përgjigja. A pat përgjigja? A kanë kjerë? Ata janë politikanë më lojtarët, kur t'i thush të ja po merën vesh për vitin tjetër, nuk jopin përgjigje në njerë. Mendoj, pak që qëtash po pushujna. Dardan, okej.